Një lajm i trisht ka mbërritur në redaksin ton ku është mësuar se 24 vjeçaria Risela Lapushi është ndarë nga jeta pas një betejë të vështirë për jetën. Ajo ishte një infermiere e përkushtuar nga Gramshi e cila luftoi me shpresë deri në fund, duke pritur një transplant urgjent të mëlçisë. Pak ditë më parë redaksia jon dau apelin për ndihmë të familjarëve të saj, të cilët kishin hapur një GoFundMe për të mbledhur shumën prej 100.000 eurosh, e cila ishte e nevojshme për të mundësuar ndërhyrjen jetike në Turqi. Apeli preku zemrat e shumë shqiptarëve, brenda dhe jashtë vendit, të cilët u mobilizuan menjëherë dhe dhuruan me zemër. Familjarët falenderojnë të gjithë qytetarët që kontribuan e u bën pjesë e kësaj përpjekjeje për të shpëtuar jetën e Riselës. Për fat e keq, pavarësisht përpjekjeve dhe solidaritetit të madh, jeta e saj nuk mundi të shpëtohej. Lajmi i ndarjes së saj nga jeta na ka pikëlluar të gjithëve. Redaksia jonë shpreh ngushëllimet më të sinqerta familjarëve, të afërmve dhe miqve të Riselës, qoftë i paharruar kujtimi i saj.